Maqedonisë së Veriut. Pyetja ime është pak në Shqipërinë, Tiranë, sepse besoj se sistemi arsimor këtu është ku me Maqedoninë e Veriut. Po në Shqipëri do të ketë protesta, kryengritje për shqetësimet që hasin gjithmonë studentët shqiptar, qoftë në degët e tyre, qoftë në mundësitë që ata kanë për të arsimuar, për të shkolluar, tarifat, mësimdhënia, laboratoret, gjithçka. Besoj sa do utopike ta ketë gjithë secili prej nesh mendimin që mund të jemi mirë dhe të ketë atë syrin optimist të shikuarit gjërat, pesimizmi mbetet dhe hendeqet dhe boshllëqet na shoqërojnë gjatë gjithë procesit, jo vetëm në arsim, po kudo në jetën tonë dhe shoqërinë aktuale shqiptare. Unë patjetër jam edhe me shprehje që fillimi i mbarë gjysma e punës, mendoj që ndoshta neve nëse ngrihemi për një kauzë që mendoj që na prek gjithëve, edhe neve këtu në Shqipëri se na cënon pak nga ana morale dhe nga ana e dinjitetit të gjuhës shqipe. Besoj që ky mund të jetë një sipar i mirë i hapjes së protestave dhe të ngritjes së zërit studentor. Nëse çdo gjë do dalë ashtu si kemi menduar ne dhe do dalim me atë mesazhin produktiv, mendoj që të gjithë do të marrin atë euforinë dhe patjetër do ta kenë edhe më të lehtë që të ngrihen për kauzat e tyre. Pra, Aida, mendoni se kjo mund të pasohet nga pastaj një ndërgjegjësim, nëse më ta quajmë kështu, të gjithë studentëve për atë që ka ndodhur në fakultetet tona, sepse ka shumë problematika. Ndalim pak aty. Ju për shembull, personalisht, hasin e vetë se do të jeni të kujdesshëm se ju marrin pedagogët. Jo, censur nuk kemi, të paktën kushtetuta jon na e përcakton dhe ne studentët e juridikut kush më shumë se ne duhet ta marrim iniciativën për të folur dhe për të ngritur këto kauza. Po nuk mendoj që janë të pasgjithshme, thjesht duhen lobuar, duhen thënë, duhen intensivuar dhe vënë në vesh të atyre që mund t'i përparojnë dhe t'u japin një zgjidhje, po faktikisht duhet ta shkojmë edhe pak ndryshimi dhe nga ne, nëse përfshihemi, nëse i lobojmë këto, siç është për t'i lobuar dhe i tregojmë në një farë forme në ekstrapolle të qarta se çfarë duam dhe çfarë kërkojmë, besoj që edhe për neve mund të jetë mundur që të bëhet një revolucion, një ndryshim, se ka shumë për të ndryshuar, ka shumë për të përmirësuar. Nuk do të jemi përsëritur, po siç thash, sa do utopik të jemi, zhargoni i përditshmërisë na vret dhe patjetër kuptojmë se çfarë ndodh në përditshmërinë tonë. Aida, atëherë unë doa se ata që na ndjekin në ekran se unë prezantova 2 të ftuar dhe thamë se s'po jep fjalën Arlindit, sapo kam burritur në studio. Arlind, përshëndes. Përshëndetje. Gëzojmë që e gjetë rrugën. Gjithashtu. Tashmë folëm pak për protestën, sigurisht na i tregoj të gjitha hollësirat Aida për protestën e sotme, do të jetë një marshim, fjalime, vendoset që të sensibilizohet, pra se u kthyem prap nga fillimi. Pse vendoset të sensibilizoheni me studentët, me kolegët e tjerë që janë në Maqedoninë e Veriut? Atëherë, duke parë që në Maqedoninë e Veriut... Çështje mbështetje për ta, apo çështje nacionalizmi? Edhe çështje mbështetje, por edhe për nacionalizëm, sepse ata janë trojet tona, janë njerëzit tanë dhe fundja ne duhet jemi një zër për ata dhe të jemi djathtë ose një krah mbështetjes për ata. Pra, si një vllai i madh siç është Shqipëria, që të çojë një farë mbështetje. Dhe do të jetë një marshim nga Sheshi Skënderbej, atje do të ketë fjalime, çfarë keni parashikuar për fjalime? Do të jenë studentët që do flasin, keni ftuar edhe pedagogët? Për këtë gjë do e shohim atje, por me pedagogët nuk e kena diskutuar, pavarësisht sepse këtë nuk do ta marrim si qasje politike, do e marrim si diçka vullnetare nga ana e ne studentëve, pra, dhe do e bëjmë këtë gjë për studentët tanë dhe për njerëzit tanë cilët janë në Maqedoninë e Veriut. Aida më tha që pse jo kjo mund shërbej edhe si një zanafill e protestave brenda vendit, sepse ne gjithmonë më shumë merrem me hallet jashtë vendit sesa me hallet tona. Sigurisht, hallet shqiptarëve të janë edhe tonat, por duhet të pyes pak edhe ty si student, ka interes që studentët shqiptar dalin të protestojnë për veten e tyre, për mësimdhënien, për cilësinë e arsimimit, tarifat tepër shtrenjta,